Sot janë shtuar smundjet në mesin tonë. Sot kemi probleme me trit, kemi probleme me trejet tona. Nuk kanë shpresë për jetu. Ka humbë besimin veten. Nuk ka asë një dritë në jetën e vetën nuk e sheh. Bukën që e ka në sofër nuk e ha rahat. Pse? Se nuk beson Allahun xhalleshanuhu. Andaj i dashur i xhamat, mos i hin vitit në hak. Mos e shkatro lumturinë tënde. Mos e prish jetën tënde. Vlerësoje i dashur, vlerësoje. Vlerësoje se Allahu të ka dallu kur të ka bën musliman. Pse ja kthi shpinën Allahu xhalleshanuhu? A e din sa njerëz të kanë xhelozi ti? A e din sa njerëz dëshirojnë të jenë si te? Mirë, po nuk ju e ja jep mundësinë Allah. Ti je në Islam, ti je një Zotin, pse nuk e respekton ata? Pse nuk mundohesh të forcohesh me Allahun? Sa mundohesh të forcohesh me njerëz në dunjë? Sa mundohesh të forcohesh me sende palidhje në dunjë? Harroje atë mund, largoju nga ai mund. Mundohet të forcohesh me Allahun, nga se Allahu xhalleshanuhu nga çdo gjë tjetër e ka ngrit qetësinë tënde. Dhe do bindesh për këtë. Ama mos prit të shkoje jeta pastaj të bindesh. Mos prit të rihesh në stratin e vdekjes pastaj thush çka bëna. Mu e prit këtë. Por çka? Bindu që të kënaqesh me këtë bindje. Se të gjithë do e kuptojmë se ato çka Allah ka caktuar do ndodhe. Ama mos jetë vonë dhe mos jetë në pjesën e fundit jetës tonë, kus do të na bëje hajër. Jo hajër për tek Allahu xhalleshanu, po hajër në këtë dunjë.